Ja, po pim kafe sot këtu të shpeta Milanës. Gëzuar, pas vetë gëzuar e kafe. Përshëndetje, jam Emelina, mirë se erdhën në kanalin tim në YouTube. Sot kemi një të ftuar shumë speciale, që është motra ime, Fabiana. Përshëndetje. Mirë se erdhe në botën e YouTube-it. Mirë se u gjetë. Sot do flasim pak për njëra tjetrën. Do flasim për fillimet tona në Gjermani dhe çfarë këshilla o sugjerime kemi për ju që do vini së shpejti në Gjermani. Do tregojmë pak si kanë qenë fillimet tona, çfarë vështirësi kemi pasur dhe do fillojmë si fillim me disa pyetje për njëra tjetrën, që ju që nuk jeni të ta njihni pak më mirë. Do tregoj si fillim origjinën tonë, ku kemi lindur, ku kemi jetuar dhe si përfunduam në Gjermani. Atëherë ne kemi lindur të dyja në Greqi. Jemi nga Greqia, kemi marrë Telekom. Jemi me origjinë nga Tepelena dhe jemi rritur ama në Fier. Në qytetin e bukur të Fierit. Në qytetin e ëndrrë. Ne jemi shpëgulur ku unë kam qenë 4 vjeçë dhe ti ishe 5 vjeçë gjysmë. Ose ne kemi një vit e gjysmë diferencë me njëra tjetrën. 18 muaj. Unë jam 23 vjeç, kurse Fabiana është 22 vjeç. 22 vjeç. Për pak po shkoj 24, kështu që prandaj kemi 18 muaj diferencë. Unë kam bërë klasën e parë në Greqi, kemi jetuar në Iqullin Kefalonia, kurse unë kam bërë vetëm një vit kopës në Greqi. Kam lindur në Janin të Greqisë, kurse Fabiana në Padra të Greqisë. në Padrë. Kemi një background shumë të komplikuar. Kur na pyesin nga je, gjithmonë Kemi lindur në Greqi, jemi nga Tepelena, kemi jetuar në Fier, tani jemi në Gjermani. Kështu që zgjidh ti nga je. Shpresoj shumë që kjo Gjermani të jetë stopi i fundit, mos të kemi më udhëtime për të bërë. Ndoshta ose dihet. Ja, kemi që të lëvizim. Në Berlin jo më. Tani, Tani, me sa kuptuar, ne jetojmë në Berlin. Unë kam pothuajse 5 vite që jetoj në Gjermani, kur Fabiana unë pothuajse 4 vite. 4 vite e mbushe? 4? Në mars e mbush 4. Jo, unë mbush 6, të them. Kam Ti shumë se 2 vite më shumë se unë, po. Po, mbush 6. Kalon shumë shpejt koha këtu në Gjermani. Ndoshta ka qesh koha e vrenjtur edhe se kuptojmë. Sidomos viti 2025 iku. Nuk e kuptua. Atëre, Fabiana, do tregosh pak kush është nga ne më serioze dhe më qesharake. Besoj se duket, Melina është më seriozja, kurse unë jam më humoriste, le ta them. Unë jam më serioze, kam marrë këtë autoritet nga që jam motra e madhe. Ne kemi dhe një vëllam të vogël, ai ishte 19 vjeç. Jemi në moshë shumë afër me njëri tjetrin. Kemi një harmoni të papërshkrueshme. Zinem ndonjëherë, la qoj. Nuk e di kur vjen ai moment që nuk ziheshëm me siblings, por ne jemi akoma në fazë zëngash. Jemi në fazë toksike akoma me njëri tjetrin. Por ne duam shumë njëri tjetrin pa diskutim. Si kanë qenë fillimet e tua në Gjermani? Në Gjermani, dëshira ime domethënë ishte shumë pak që të vija, por prej modrësive të madhe, ma preu vetëm më datë të mërkurin ikën në Gjermani. Ishte mërkur 16 mars 2022. 16 mars 2022 më thanë motra, ishte ta 13 më thanë të mërkurën ti ke për të ikur në Gjermani. Unë kam jetuar në Gjermani parë se shkon Fabiana dhe shkova për 6 muaj dhe ktheva në Shqipëri, probleme vizash. Edhe kur u ktheva në Shqipëri, Fabiana po mësonte gjermanisht edhe tha që nuk e se kam më shumë qef Gjermani. E pa isha shumë e pavendosur domethënë atë kohë, sepse ishte edhe pita adoleshencës, doja jetën e Tiranës, edhe se ishim shpërngulur në Tiranë atëherë. Kishte vetëm 6 muaj domethënë që po rrinim bashkë në Tiranë. Ishte herë parë që më bashkëtonim me njëra tjetrën. Edhe shkoi shumë bukur. Shumë mirë shkoj, kënaq. Tirana është një qytet shumë i bukur. Nuk e shijuam në maksimum që të dilnin se ishim goca të vogla. Po. Por ishte një eksperiencë. Po të mamë. Dhe siç thamë domethënë atëherë unë isha njeri shumë i pavendosur dhe derisa Melina vendosi pikat mbi për mua, edhe tha që do shkosh në Gjermani dhe unë nisa për në Gjermani, nuk kishte zgjidhje tjetër. Po babi jetonte këtu prandaj. Ishte kjo vendosmëria që ti do ikësh te babi. Mami dhe vllai nuk do kojtojnë në Shqipëri. Pas 3 muajsh erdhën dhe ata, nuk u punuan shumë. Po, nuk era gati në korrekt diçka e tillë. Po. Erdhëm gjithë së bashku. Po, ishte, domethënë kisha fat se Melina ndej 2 vite vetëm bane në fakt. Edhe rastësi dhe koha e koronës, si ishte për ty një herë fillimi në Gjermani? Për mua kanë qenë me plan, le të themi, e kam marrë vesh që të vjen në Gjermani kur isha në vit 3 të gjimnaz. Edhe sepse babi thotë këtu, edhe doja të shkollohesha këtu.
E frikshme se nuk dija gjuhën, edhe gjë e parë që kam bërë për marrë në Berlin është kam mësuar gjuhën gjermane. Një vit u dedikova atje. Fillimi ka qenë shumë i vështirë, për shkak se kisha dhe Kevin pas, përveç se ishte e parë që dashje nga familja, por kisha dhe frikë se si do ishte marrëdhënia ime me Kevin, duke qenë se përjetojmë distancë. Por e kam shijuar në fakt. Një muaj kam qenë depresion total, por kam krijuar shumë miqësi, njoh shumë njerëz, dilja një më dy me njerëz të rinj, që më mungon ajo jeta sociale që kisha në fillimet e mia kur era këtu, se tani nuk e kam. Jam fokusuar shumë punës dhe e kam marrë jetën më shumë seriozisht sa duhet. Një nga kolcët e mi 2-6 është të jem pak më e lirë, shpejt të dalë pak më shumë, të socializohem pak më shumë. Te lutemi ne për ditë, domethënë në lirë, sepse kur kemi ne kohë për të dalë për kafe me Lira nuk është asnjëherë jam në punë. Edhe zihemi shumë fresh për këtë gjë që Melina është koha në punë dhe nuk ka asnjëherë kohë që të pini kafe një herë, unë motër, pa burrat, pa Ja, po pim kafe sot këtu te shpeta Milans. Gëzuar pas vetë gëzuar kafe. Na bëj mirë. Atë cila ka qenë sfida jote më e madhe, domethënë sfida jote më e madhe këtu në Gjermani. Sfida më e madhe, besoj të gjithë jemi dakord, është burokracia. Shumë letra, shumë posta, edhe më dashur realisht shumë kohë për ta kuptuar sistemin gjerman. Tani jam shumë e lumtur që i di të gjitha shumë mirë dhe akoma nuk më besohet që i kam arritur në një pikë që e di se çfarë është hapi tjetër i tyre. Kurse për mua është shumë e lehtë, sepse unë akoma s'kam mësuar këtë gjë, në këtë që ti më një jap me igas. Jo vetëm të motrës, po të babit, të mamit, të vllahit, është sekretare e shtëpisë, do menaxheria më mirë. Po, do një rrogë ekstra. Kjo ka qenë shumë sfiduese dhe besoj se sfida e dytë më e madhe ka qenë Gjetja e shtëpive, kemi ndryshuar aq shumë shtëpi. Besoj se të gjithë domethënë shqiptarët në Gjermani vuajnë për këtë gjë në fillim, që vinë pa letra, vinë me letra, vinë me gjuhë, pa gjuhë, nuk dinë të kërkojnë për një shtëpi online etj. Ne kemi ndryshuar paktën domethënë, ne kemi ndryshuar edhe qytetin në fakt. Prandaj ka ardhur kjo ndryshim i shtëpive të shumta në fakt, se kemi qenë në Hamburg. Po, kemi qenë në Hamburg, kemi jetuar në 3 shtëpi atëherë, kemi ndryshuar 3 shtëpi. Si fillim shkolla unë në Hamburg, sepse u fejova. Dhe Melina, Kevi ishte në Hamburg already, po bënte shkollën atëherë. Dhe Melina s'po lutesh, unë të lutem hajde të bëjmë zakatë, të lutem. Dhe Melina ka më shumë prej meje, domethënë. Edhe një gjë që unë kam bërë ilegale nuk ndryshova në Meluk, se e ndjeja shpirtërisht që do kthehesh në Berlin prap. Nuk regjistrova kur në Hamburg. Kemi ndjenjë pak të domethënë unë kam ndjenjë profesionalisht një vit e gjysmë në Hamburg. Pak a shumë 2 vite, nuk e bëra 2 vite. Unë besoj se Hamburg më mbajti nga që tava këmbë në supervizja në Hamburg. Si ka ndryshuar jeta jote në Gjermani? U je sot? Ka ndryshuar shumë, duke qenë se unë në Shqipëri domethënë kam qenë thjesht kur kam marrë kam qenë 18 vjeçë, edhe atëherë kam marruar vetëm gjimnazi, kam bërë kursin gjermanisht dhe këtu kam filluar jetën e të rriturve. Këtu kam filluar punën, fillova bëra edhe një kurs profesional për estetikë dhe sot jam një estetiste. Po ashtu po bëj dhe shkollën për infirmeri. Me fjalë domethënë jam akoma në rrugën e shkollimit, jam akoma në rrugën e rritjes dhe besoj se do jemi gjithmonë në këtë rrugë, por që jam e lumtur. Po ti? Unë ka qenë pak e kaosi ta ime në anën e shkollës. Mësova gjermanisht si fillim, jam dedikuar shumë, e kam treguar në të shumëritë e mia sociale si eksperiencë. Vërtet u mora me të 24/7. Mësova vërtet shumë, isha shumë e dedikuar dhe kisha vënë qëllim vetë që do mësoj këtë gjuhë për një viti dhe ja dola. Pasi mbarova pjesën e gjermanishtes, po shqiptoja për të futur në universitet, por e nisa universitetin, njëherë më duket u doli, herën e dytë u pranova. Ka qenë një kaos edhe unë kam shtyr vetë pjesën e universitetit sepse fillova me biznesit. Veçse si i parë ka qenë Leshë Pajmeli që kam hapur që në Shqipëri. Pulsova gocën e parë kur isha 19 vjeç. E përshëndes. Dhe pastaj erdha në Gjermani, fillova biznesin e mësoj gjermanisht online, nisi si hobi, si diçka për ndihmuar më shumë shqiptarët në nivelet A1, A2, B1, B2. Po pastaj po punoj me kryesore, pash e bëva shumë dëshirë dhe bëja shumë mirë dhe kursanët ishin shumë të motivuar dhe pash shumë rezultate nga ata. Dhe nga kjo u krija kjo akademi online. Por, po, tani studioj për inxhinieri kopterike këtu në Berlin.
jam semestri i parë, e kam bërë një semestër në Hamburg, po presë më kaloj kreditet, kështu që praktikisht i bie i dyti, dhe po studoj këtë fushë për shkak se ka pëlqyer shumë programimi. Kam qenë gjithmonë një njeri që ka përpar shumë kurse se si të kodosh, si të bësh një website, mos të futem në detaje për programimit, dhe Një pyetje kam unë. Duke qenë se ti je me gjithë këto biznese, domethënë ti je në fushën e biznesit, pse nuk vazhdoj një menaxhim biznesi? ma thoni shpesh këtë gjë, edhe babi dhe mami thonë, pse nuk vazhdoj një menaxhim biznesi, por nuk unë di ta bëj këtë gjë shumë mirë. Edhe, mendoj se çdo fushë ka shumë gjëra akoma më shumë për të mësuar, kjo pa diskutim dihet. Por doj të mësoj diçka tjetër, edhe po mendoj të bëja programimin, por të bëja një master ndoshta në përputhje me programimin dhe me biznesin. Okej. Këtë po mendoj ta pus biznesin në loj, pak më vonë, ja tani. Por prandaj ka qenë arsye që më ka dhënë gjim biznesi. Se programimi po mësoj vetëm nga universiteti, se unë nuk kam kohë të lirë ta mësoj për çepin tim. Dhe pyetja e radhës, domethënë, dhe pyetja jo me pak rëndësi, a do kthehesh ndonjëherë në Shqipëri? Atë zemra ma do të kthehem në Shqipëri, me thënë drejtën. Është harmonia, janë njerëzit, klima, shumë ndryshe se sa këtu, por ti jam sinqert, jo, e shikoj jetën time këtu në të ardhme, jam mësuar me jetën shumë të organizuar, edhe kjo burokracia, edhe pse është aq e keqe ndonjëherë, thua mirë që janë të gjitha të shkruara në letër, që ta bëjmë pak më të lehtë punën. Në anën profesionale unë jam rritur këtu, edhe nuk e mendoj që unë ta çoj punën time në Shqipëri. Do thosh ti online e ke, pra. Po ndikon shumë edhe my mental health këtu në Gjermani. Jam më e qetë edhe shëndeti mendor, po. Njerëzit do të çuditë thonë, "Oh, më e qetë në Gjermani", po jam më e qetë këtu. Isha në Shqipëri 3 muaj, tani për dasmën dhe ishte realisht shumë lodhse dhe Mirë, se ka qenë situata, domethënë që ishte lodhse, ishte dasma, ti s'ke qenë aty. po kushti prapë isha shumë pak kohë para dasmës edhe nuk isha shumë e çorientuar, edhe pse isha duke punuar, kam punuar 2 muaj gjysmë në Shqipëri atë periudhën e dasmës, vetëm mora 2 javë pushim që ishin javët e dasmës, nuk kisha një rregull të jetës time. Dhe ndoshta nuk e se po bëjnë një gjë ndryshe këtu, punë, shtëpi po bëjmë, po atje po, kjo mungon në Gjermani, harmonia, njerëzit që pozitiv, bregdar, kafet, që gjë shumë të rëndësishme dhe vërtet ndikon shumë pozitivisht tek majo në fier, kafe në fier atje, dhe në drek edhe në dark. Kurse këtu të organizosh një kafe është pamundur. Në mëngjes që ta hap në syt. Se pika në mëngjes prandaj. Unë që kam marrë në Gjermani të mësoj me kafe, lën kafen, po atje edhe pse shkova, domethënë pas 3 vitesh, ishte herë parë që shkoja 1 muaj, unë atje doja kafe në mëngjes që ta hapja në syt. Ishte kur ishim në Shqipëri bashkë, ta bjana lamna me dy herë ditë kafe. Vinte ora, domethënë të nesër me vinte ora ja bëri me shenja të show. Hajde Dali, vinte ora. Piko. Por hajde na shijonte. Mendoj se është bukur sa zjat për 2 muaj, po nuk mendoj se çdo ditë do ishte një rutinë e shëndetshme. Sa kishim as kohë me punonin dhe aty sigurisht. Kurse problemi tim domethënë është edhe unë jam 50-50. Duke qenë se dhe puna ime dhe puna e Marianit, burri im është qenë Marian, se kam përmendur fare, do të thotë se ke përmendur. Përshëndes në Marian. Përshëndes. Si Baxho. Dhe puna ime dhe puna e Marianit, domethënë do ishte nuk mund ta them më mirë në Shqipëri, po dhe më mirë do ishte në Shqipëri, po duke qenë se jemi mësuar domethënë se ne kemi një në Gjermani dhe jemi mësuar me këtë stabilitetin këtu në Gjermani, të qetë me njëri tjetrin, nuk duhet t'japim llogari as kujt domethënë. Kurse atje do t'japësh dhe komshies llogari. Varet edhe nga ambienti dhe normal, nga lagja atje kudo është se fuson kot kudo është ajo. Por që domethënë vetëm nga kjo pjesa e qetësisë që është këtu që nuk merresh shumë me llafe, që nuk domethënë ke jetën tënde private, si duhet. Është ajo jeta jote private, ta respektoj më shumë atë territorin këtu se sa në Shqipëri. Edhe vetëm për këtë arsye domethënë nuk mendoj se do kthehem asnjëherë në Shqipëri, por që sa të mos kemi fëmijë nuk i vlet asnjëherë. Kur mos thuaj kur, si dihet. Mund të jetë lobi i radhës, si u kthyon në Shqipëri.
Jo, nuk është tani. Është edhe si puna, është kjo për të përmendur. Edhe unë që shumë keq, për nuk që është social, si më kërë që është pas zësë. Shumë faleminderit që na ndoqët, i që shumë kënaqësi të dalë këtë video me ju. Për çdo video të radhës, mos harroni të bëni subscribe. Dhe subscribe. Dhe shihemi në videon e radhës. Faleminderit që më ndoqët. Ciao.